Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Zoom. Ekologjia nuk është temë që fiton vota, nuk bush salla, nuk bën tituj të bujshëm, por është vetmja temë që na pret çdo mëngjes te dritarja kur shohim qiellin e mbjegullt mbi tetove, mbi shkup, ajër që marrin frymë shumë fish mbi kufirin e lejuar, ujëra të ndotura që përfundojnë në natyrë, pa u trajtuar, fekale që derdhen endre drejt lumejve. Ky është realiteti që mysafiri ynë e ka për detyrë ta përmirësojë. Muhamet Hoxha, ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, por ai mban edhe një kapel të dytë atë politike si pjesë e vlenit në një moment kur qeveria pret rikonstruim, kur ligji për përfaqësim të drejtë sapo arriti në kuvend dhe kur rinia shqiptare doli 2 herë në rrugë. Sonte do të flasim për të dyja, për ajrin që marrin frymë dhe për llogarinë politike që një ministër shqiptar i detyrohet votuesit të vet. Zoti Hoxha, mirë se erdhët në Zoom. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit shtetëror. Po, është kënaqësi që kemi për të diskutuar në lidhje me tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me resorin tuaj dhe jo vetëm, që në fillim të mandatit keni thënë se fokusi juaj do të jetë menaxhimi i mbeturinave, ndotja dhe menaxhimi i ujrave, pas disa muajsh të cilat këto 3 keni rezultate konkrete, zoti Hoxha. Edhe njerë të falenderojmë për ftesën dhe mundësinë që më jepni në muajt e parë të mandatit të jem në intervistë mu pikërisht në televizionin shtetëror, programin e gjuhën shqipe, që para qytetarëve, para votuesve tanë, para qytetarëve shqiptarë të spalosim prioritetet të cilët i kemi si qeveri, përkatësisht unë si antar i qeverisë, por në resorin ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Në fillimin e paralajmërimin e emisionit është mu pikërisht ashtu, pra është një resor i cili i tangon shumë qytetarët dhe qytetarët presin shumë nga puna të cilët duhet të bëhet në këtë ministri. Ajo që e kam theksuar dhe i qëndroj deri në fund, në fokus të mandatit, edhe pse është gjysmë mandati, do të jenë 3 çështje me prioritet, pa anashkaluar të tjerat. Menaxhimi me mbeturinat, ndotja dhe menaxhimi me ujrat. Janë 3 çështjet që tangojnë qytetarët për arsye se ne brengosemi për qytetarët dhe qytetarët meritojnë të jetojnë më mirë. Meritojnë të jetojnë më mirë dhe qytetarët nuk i intereson se kush është në pushtet. Ato qytetarët kërkojnë zgjidhje afatgjate të problemeve të cilët me dekada janë lënë anash dhe janë anashkaluar. A janë çështje të cilët kërkojnë zgjidhje sistemike, kërkojnë zgjidhje afatgjate. Do të ndalemi një ka një të secilat nga këto që i përmendet zoti Hoxha, mbeturinat dhe deponit. Keni thënë se deponive ilegale po vjen fundi përmes qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave që pritet të vijë në zbatim në Sveti Nikol, Rusin dhe Novaci, nëse s'gaboj, kur konkretisht do të jenë gati këto? Prej ditëve të para të mandatit, apo më mirë thënë, një projekt i filluar, i trashëguar nga ministri më parshëm i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, që ka të bëj me ndërtimin e qendrave rajonale për ngrumbullimin e mbeturinave në disa rajone pra të vendit tonë. Kam theksuar dhe theksoj se me ndërtimin e këtyreve qendrave rajonale për ngrumbullimin e mbeturinave do t'ju vjen fundi deponive të egra të cilët i kemi në përvendbanimet tona. Për arsye se do të mundet ndërmarrjet publike, komunale, njësiteve qeverisjes lokale që janë në vendin tonë, do të mundet të t'i pastrojnë këto deponi në bashkëpunim me pushtetin qendror dhe të njëjtat të bartën në qendrat rajonale për ngrumbullimin e mbeturinave dhe komunat do të kenë një vend ku do t'i dërgojnë mbeturinat dhe do të kujdesen për pastërtinë, për mjedisin, për vendin ku jetojnë qytetarët. Për arsye kam theksuar edhe disa herë, për arsye se mbrojtja e planetit varet prej të oborit jonë, duhet të fillojmë me pastrimin duke filluar nga vetvetja prej oborit edhe më gjatë. Këtu kemi ingerenca të përbashkëta, por ajo që më tepër i tangon qytetarët në përvendbanime është në ingerenca të pushtetit lokal. Ne si pushtet qendror punojmë në ndërtimin e qendrave rajonale për ngrumbullimin e mbeturinave dhe për këtë janë ndarë, apo më mirë thënë, janë siguruar mbi 90 milion euro për arsye se bëhet fjalë për ndërtimin e 3 qendrave rajonale, ajo cila do të jetë në Rusinë, në rajonin e Pologut, në Novaci, në 2 rajone tjera dhe kjo në afërsi të Strumicës, ndërsa qendra e 4 rajonale, e cila së shpejti pritet të filloj, pasi të përfundojnë me sukses, shpresojmë, procedurat për përzgjedhjen e operatorit ekonomik, të fillojë të realizohet ndërtimi i qendrës rajonale në
Sveti Nikol. Kjo qendër ndërtohet me mjetet siguruara të Bashkimit Evropian, pra nga instrumenti IPA, ndërsa të tre të tjerat janë të siguruar me mjetet të cilët i kemi grant një pjesë, ndërsa pjesa më e madhe e konsiderueshme janë nga linja kreditore me Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Tash jemi në fazën e parë, faza e parë nënkupton përgatitja e dokumentacionit për shpalljen e thirrjes për ndërtimin e qendrave rajonale. Përkatësisht, ajo që duhet të theksoj është dhe me rëndësi qytetarët duhet ta dinë se paralelisht me ndërtimin e qendrave rajonale do të ndërtohen edhe transfer qendrat në disa komuna në ato rajone me qëllim që komunat të kenë më afër dhe prej transfer qendrat mbeturina të barten në qendrat rajonale pra për grumbullimin e mbeturinave që theksova në këto rajone. Ndërsa edhe qendra tjetër cila nuk është në ingerenca tona, është Drisla, është në kuadër të qytetit të Shkupit, në ingerenca të qytetit të Shkupit, pra qendra që e përfshin komunat në qytetin e Shkupit. Janë këto qendrat rajonale që e kam theksuar dhe e përsëris se do të japim fund të deponive të egla për arsye se do të zgjedhim një çështje që i tangon shumë qytetarët dhe do të jetë një qendër e cila do të jetë në përputhshmëri me standardet ekologjike, në përputhshmëri me standardet evropiane për arsye se vetëm kështu do mund të bëjmë zgjedhjen e këtij problemi. Po, ka një datë caktuar se kur do të vijë në funksionim këtë qendër. Tash do ta sqaroj. Theksova prej në fillim se punojmë në zgjidhje afatgjate. Për arsye se vetëm kështu mund të bëjmë zgjidhje afatgjate sa i përket problemit të mbeturinave që secili nga ne haset çdo ditë. Theksova se faza e parë është shpërndarja e pajisjeve për komunat të cilët janë në për rajonet të cilët i theksova, si dhe përgatitja e dokumentacionit përkatës për shpalljen e thirrjes për zgjedhjen e operatorit ekonomik. Rusina dhe Novaci jemi në fazë më para se qendra në afërsi të Strumicës, kështu që Novaci dhe Rusina presim rreth muajit shtator-tetor të bëjmë shpalljen nëse shkon gjithçka sipas planifikimit, ndërkohë deri në muajin tetor do të vazhdojmë me fazën e parë që nënkupton shpërndarja e pajisjeve për komunat, veç kemi filluar prej 5 janar të bëjmë me faza shpërndarjen e pajisjeve, ishim në Novaci, ishim në Rusino, vizituam disa komuna, veç më një pajisje e konsiderueshme ju është ndarë komunave. Në këtë dinamik do të vazhdojmë edhe më tutje, deri në tetor, ku edhe presim që të fillojmë me ndërtimin e qendrave rajonale së bashku me transfer e qendra. Zoti Hoxha, vetë qeveria pranon se Maqedonia e Veriut është e dobët pikërisht te menaxhimi i mbeturinave komunale. Kryetari i asociacionit për menaxhim me mbeturina ka thënë se nëpër komuna mungon kuadri dhe njohuria. Tash, si do të funksionojnë qendrat rajonale nëse komunat nuk kanë as njerëz as dije për ti menaxhuar? Më pikërisht është kjo që e theksova, se në këtë fazë mbështeten komunat me pajisje, të cilat janë më së të nevojshme për funksionimin e ndërmarrjeve komunale të cilat i kanë. Njëkohësisht punohet edhe për ngritjen e kapaciteteve dhe riorganizimin në të ardhmen të ndërmarrjeve publike në për rajone të cilat janë të përfshirë komunat në vendin tonë. Mu pikërisht me këtë drejtim, me ngritjen e kapaciteteve, me furnizimin me pajisje moderne, komunat, pra njësitë e qeverisjes lokale, do të mund që me sukses të menaxhohet dhe të realizohet bartja deri te qendrat rajonale. Po, thatë që synimi është kalimit nga modeli deponimit te ekonomia qarkulluese, ku mbeturina trajtohet si burim. Por, a ka të dhëna se sa mbeturinat seleksionohen në Maqedoninë të Veriut dhe cili është synimi juaj për të arritur këtë shifër? Mu pikërisht për këtë punojmë dhe në ministri atje në bashkëpunim kolegët tonë në cilët janë në përsektore, në bashkëpunim edhe me mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtar, jemi në vazhdimsi në përgatitjen të projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë fillimisht edhe për ngritjen e vetdijes të qytetarëve, por do ta përsëris edhe atë që theksova më herët për ngritjen e kapaciteteve të ndërmarrjeve publike, njëkohësisht të komunave nëpër komunat përgatëse, riorganizimin e tyre që me sukses të mund të arrim të bëjmë grumbullimin e mbeturinave dhe të njëjtat të mund të bartëm në qendrat e tranzitit dhe në qendrat rajonale për grumbullim. Po, do të kalojmë te ndotja e ajrit, është një problem të cilin vendi ynë ka tradicionalisht gjatë dimrit, edhe sipas raportit gjetor të platformës IQR për vitin 2025, Maqedonia e Veriut rënditat e dyta në Evropë për ndotja me grimca PM. Tetova doli ndër qytetet
më të ndotëra me Grimca PM 2.5, Shkupje e dim që disa herë është radhitur në top 10-shën e kryeqyteteve më të ndotëra në botë. Dhe kjo temë zakonisht miren masat përkohshme gjatë dimrit, pasi kalon dimri, mbetet si teme haruar dhe na përsëritet tani çdo herë kur vjen dimri na përsëritet situata e njëjtë. Apo ndërmerrni masa tani kur jemi në verë për mos ta pasur këtë problem gjatë dimrit? Fakt është se me ardhen e sezonit të dimrit, sezonit të ngrohjes, fillojnë problemet edhe me ndotjen. Është një problem të cilën e theksova se është një nga prioritetet apo në fokus të angazhimit ton, po qeveria, Ministria e Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor në kohë ndërmerr masa të cilat do të ndikojnë në uljen e ndotjes. Cilat janë ato? Po, dësha të sqaroj. Për opinionin më të gjerë, ndër ndotësit më të mëdhenj, sipas gjitha hulumtimeve të cilët janë kryer nga institucione ndërkombëtare në të kaluarën, në vendin tonë janë kapacitetet industriale, trafiku, edhe ngroja individuale. Te ngroja individuale hynë institucionet edhe anvistrit. Kapacitetet industriale, trafiku dhe ngroja individuale, pra institucionet shtetërore dhe anvistrit. Në këto tre shtylla, mu pikrisht për këto tre shtylla, apo për këto tre kategorit, parashihen masa konkrete me planin afatgjatë që vitin 2024 është miratuar nga ana e qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2030, pra janë njësër masash të cilat janë ndërmarrë dhe në vazhdimsi i komunikojmë me opinionin. Sa i përket kapaciteteve industriale edhe të gjithë ndotësit, edhe një herë përsëris se nuk do të ketë tolerancë. Po pse ju dha edhe 2 vite afat e industrive për të përputhur me standardet? Po, do ta shpjegoj. Për arsye se nuk do të ketë tolerancë për asnjë ndotës, sepse të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Për industritë, kapacitetet industriale, ligji për kontroll të emitimeve hyn në fuqi në shtator 2027, për arsye se është miratuar në shtator 2025 dhe kemi 2 vite afat adaptimi të kapaciteteve industriale. Për arsye se parashihen rregulla më të ashpra gjatë funksionimit të tyre, që do të thotë gjatë emitimit të grimcave në ajër. Kjo është faza e adaptimit të kapaciteteve industriale, por njëkohësisht edhe të institucioneve shtetërore, ne të cilët e bëjmë edhe kontrollin e tyre nëpërmjet inspektoratit shtetëror për ambient të pastër. Këtu kemi të bëjmë edhe me transparencën të cilën e kemi paralemruar dhe po e zbatojmë, dhe janë një dëshmitar protestat që janë organizuar në Shkup, kemi premtuar dhe jemi duke realizuar se procesi i dhënjes vazhdimit të lejes për punë do të jetë transparent sipas gjitha procedurave ligjore që parashihen në vendin tonë. Njëkohësisht bëjmë gati, përgatisim dhe do të jetë gati së shpejti, besojmë që edhe para sezonit të ngrohjes, edhe regjistri digjital të ndotësve dhe qytetarët në mënyrë transparente do të kenë qasje apo do të kenë kontroll se cili kapacitet industrial ndot. Kur jemi te pjesa e dytë apo te kategoria e dytë që ka të bëjë me trafikun, janë marrë masa konkrete për arsye se veç e dini se qeveria ka ndarë mjete për sigurimin e 150 autobusëve elektrik, edhe pse furnizimi i parë ka dështuar, shpresojmë se i dyti që është që realizohet nga ana e Ministrisë të Transportit do të jetë i suksesshëm dhe para sezonit të ngrohjes do të mundet që 100 autobuse elektrik të jenë në funksion mu pikrisht në qytetin e Shkupit dhe 50 do të jenë për qytetet komuna tjera ku ka transport publik. Këtu kemi edhe disa masa tjera të cilat ka të bëjnë me kontrollin e automjeteve nga ana institucioneve përkatëse, ndërsa te pjesa e ngrohjes individuale, më saktësisht thënë të institucioneve që atje me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me mbështetjen e IPA fondeve që realizojmë një projekt për ndrimin e mënyrës së ngrohjes në institucione shtetërore. Për shkak se ka shumë institucione që ende ngrohen me mazut, ka shumë shkolla fillore. Jemi në fazë të realizimit të projektit aktualisht me 70 institucione, 26 kanë përfunduar, ndërsa pritet që brenda verës të përfundojmë një pjesë konsiderueshme e tyre dhe nuk do të ndalemi këtu, do të vazhdojmë sepse këtu jemi në bashkëpunim edhe me njësitë të qeverisjes lokale, pra komunat të cilat edhe
ato nëpërmjet projekteve të tyre bëjnë ndrimin e sistemit të ngrohjes atje ku ka mundësi. Këtu njëkohësisht vazhdon edhe masa nga Ministria e Energjetikës që ka të bëjë me inventer klima të cilat ato furnizohen për rastet sociale dhe një sër masash tjera të cilat ka të bëjë ose subvencionet që jepen për ndrimin e mënyrës së ngrohjes nga jo ekologjike në ekologjike. Këto janë disa nga masat të cilat veç ne punojmë dhe i koordinojmë institucionet të tjera të cilat janë të obliguar me planin afatgjat dhe shpresojmë se trendi i rënjes të ditëve mesatare gjatë vitit që janë të ndotura do të bie ende. Duke marrë parasysh se tash jemi në rënje të mesatarës së ditëve të ndotura në vendin tonë brenda një viti. Me marrjen e këtyre masave, me realizimin praktik të këtyre masave, shpresojmë se kjo trajektore do të bjen ende dhe do të ulim ditët të cilat do të jenë të ndotura brenda vitit në vendin tonë. Të flasim edhe në lidhje me ujrat, me menaxhimin e cilësisë së ujrave dhe ndotësit. Sipas njëjtit shtetëror të statistikave zoti Hoxha, në vitin 2025 u pastruan vetëm rreth 20% e ujrave të ndotura. Pjesa tjetër shkoi e pa trajtuar në natyrë. Çfarë po bën ministria juaj që kjo shifër të mos jetë e njëjtë edhe vitin tjetër? Ministria e Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me institucione tjera, sektori jon përkatës në vazhdimsi ndjek situatën dhe krijon politika për mbrojtjen e ujrave. Jemi në koordinim të vazhdueshëm me institucione tjera, si dhe me përfaqësues të faktorit të ndërkombëtar për pastrimin, që nuk është ingerencë e jonë, është ingerencë e institucioneve tjera, por për pastrimin e shtretërve të lumeve, nëse e ke fjalën për këtë pjesë. Këtu jemi në vazhdimsi edhe në bashkëpunim me njësitë e veçeverisjes lokale, për arsye se drejt për drejt nuk është ingerencë e cila ka të bëjë me çështjen të cilën është në ingerenca të Ministrisë Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ndërsa në pjesën e ujrave atmosferik dhe kanalizimeve të cilët ka të bëjnë për komunat, pothuajse në të gjitha komunat po punohet në vazhdimsi në realizimin e projekteve, pa marrë parasysh se çfarë është ajo komunë, është e vogël ose është e madhe. Si po adresohet ndotja e lumeve? Ka ndonjë projekt konkret? Në vazhdimsi realizojmë projekte, tani duke realizuar një projekt edhe me ambasadën e Zvicrës, ku bëhet një studim më i thellësishëm që ka të bëjë me mbrojtjen e shtretërve të lumenjve, pra të ujrave, dhe ai studim do të jetë gati brenda vitit të 2026, i cili në bazë të cilit do të realizojnë edhe projekte të ndryshme. Inspektorati shtetëror thotë se më shumë se gjysmë e komunave nuk kanë fare inspektor mjedisor, prandaj edhe ndotja e ujit as nuk kontrollohet në territorin e tyre. Ajo është në ingerenca të komunave dhe është fakt se komunat po ballafaqohen me një mungesë të inspektorëve apo të shërbimit të inspektoriatit nëpër komuna, ndërkaq kjo mungesë, kjo kapacitet është edhe në Inspektoratin Shtetëror për Mjedis, për fat të keq ajo të cilën ne kemi trashëguar edhe në Inspektoratin Shtetëror për Mjedis, e cila është në kuadër të Ministrisë Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Kemi përfunduar një analizë pak më të thellësishme sa i përket Inspektoratit Shtetëror dhe atje punojmë në ngritjen e kapaciteteve apo më mirë thënë realizimin e punësimeve të reja që duhet të vijojnë në muajve të ardhshëm me qëllim që të punësohen kuadër adekuat të cilët do të angazhohen në drejtorinë apo në Inspektoratin Shtetëror në Republikën e Maqedonisë. Njëkohësisht punojmë në mobilizim që do të nënkupton edhe marrja e atyre inspektoratëve nëpër institucione të cilët mund të transferohen në Inspektoratin Shtetëror dhe mund ta kryejnë këtë detyrë. Po, të flasim në lidhje me harmonizimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian, keni thënë se ligji për mbrojtjen e natyrës është në procedurë dhe do të sjellë harmonizim me direktivat evropiane. Për te miratimit në letër, çfarë ndryshon për qytetarin kur ky ligj të hyjë në fuqi? Ligji për natyrën harmonizohet me direktivat e Bashkimit Evropian, për arsye se vazhdimsi punojmë në harmonizimin e legjislaturës me atë të Bashkimit Evropian dhe zbatimin e direktivave të Bashkimit Evropian sa i përket ambientit jetësor. Njëkohësisht
përveç se ligju për natyrën, ne jemi të fokusuar edhe në zbatimin e njërës nga shtyllat kryesore që është në ingerencat të Ministrisë së Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Opinioni më i gjerë është i njoftuar se në muajin janar ne kemi miratuar ligjin për aksion klimatik, ligj i cili disa vite nuk ka qenë miratuar dhe një është nga kushtet në rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu kemi miratuar, kemi përgatitur edhe akset nënligjore për fshirtuar dhe sistematizimin e brendshëm që do të vendon në funksion këtë kusht të Bashkimit Evropian, përkatësisht që ka të bëjë me monitorimin, raportimin dhe akreditimin e emisioneve në ajër. Me zbatimin e kësaj mase që ne kemi për afat apo obligim të përfundojmë deri në fund të vitit 2026, kemi miratuar draft ligjin, propozim ligjin, i njëjti është dërguar në Bashkimin Evropian së bashku me aktet e nënligjore për mendim dhe shpresojmë të parafërsisht në fund të muajit gusht të vjen me në rast se do të ketë vërejtje të duhet të plotësohen dhe në shtator të fillojmë miratimin e tyre sipas legjislaturës vendase që deri në dhjetor të vitit 2026 të përfundojmë të gjitha procedurat ligjore që janë të nevojshme, procedurat e miratimit që janë të nevojshme. Zoti Hoxha, do të flasim edhe për çështje tjera që të i kalojnë kompetencat e resorit tuaj. Rikonstruimi i qeverisë është paralajmëruar që të ndodhë në këtë muaj, a ka diçka të re, a ka nisur bisedimet me VMRO DPMN si partner koalicioni edhe me kryeministrin Mickovski dhe çfarë pritet realisht cilat ndryshime pritet të ndodhin? Ne si parti politike kemi filluar një analizë të brendshme të funksionimit brenda ekzekutivit, brenda qeverisë. Rezultatet e shënuara nga ana e ministrave dhe funksionarëve tjerë të cilët janë në pushtetin ekzekutiv me qëllim që të merret vendimi se si do të veprohet më tutje. Negociatat ende s'kan filluar, ne për këtë çështje kemi diskutuar edhe në mbledhjen e parë të kuvendit partijak që gjatë fundjavës së kaluar e kishim realizuar, po analizohet nga ana e kryesisë së partisë dhe vendimet do të jenë pjesë të cilët do t'i marrin strukturat partijake se si do veprohet në të ardhmen. Shpresojmë se së shpejti do të fillojnë negociatat me partnerët e koalicionit, përkatësisht me kryeministrin mandatarin Mickovski dhe do të shihet se si do të rrjedhë më tutje. Pozita juaj kryesore është brenda kuotës së sigurt të vlenit? Për mua personalisht apo si resor? Po edhe personalisht edhe si resor. Personalisht ne nuk bazohemi në figura. Me rëndësi është që të realizohen projekte, të realizohet programi qeveritar, të realizohet platforma me të cilën kemi garuar në zgjedhjet e fundit për arsye se platforma është pjesë e programit qeveritar. Realizimi i programit qeveritar, realizimi i projekteve, realizimi atë që e kemi premtuar para qytetarëve në zgjedhjet e fundit parlamentare është shumë e rëndësishme. Për arsye se theksova dhe më herët kur diskutojshmi lidhur me projektet në kuadër të Ministrisë së Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, është me rëndësi të theksohet se ne jemi të fokusuar në realizimin e projekteve në gjithë territorin tonë, në gjitha komunat. Nuk bëjmë dallim është ajo më e madhe është apo më e vogël. Nuk bëjmë dallim se kryetari është i këtij subjekti politik apo është i atij subjekti politik. Për arsye se projektet të cilët i realizojmë më pikërisht në resorin e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor janë shumë të rëndësishme për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Qytetarët meritojnë të jetojnë më mirë dhe të meritojnë të jetojnë në kushte më të mira. Realizojmë gjithandej projekte për ujësjelljes, për kanalizim, projekte të ndryshme, pastrimin dhe mirëmbajtjen, njëkohësisht të rregullimit të shtretërave të lumenjve, të cilët janë në vendin tonë. Dëshiroj të theksoj këtu edhe para opinionit se së shpejti do të fillojmë të realizojmë edhe projektin më të madh në Tetov që ka të bëjë me stacionin për pastrimin e ujrave, si dhe me sistemin e kolektorit mu pikërisht në këtë qytet. Procedurat janë në fund dhe shpresojmë se javëve në vazhdim do të fillojmë edhe të realizojmë projektin. Për këtë janë ndarë duke mbi 30 milion euro, projekti i cili financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet instrumentit IPA bashkë me konfinancim shtetëror. Ndërsa beta borç të shpjegoj, nuk është me rëndësi kush do të jetë ministër, si do vendimi përfundimtar i takon strukturave partijake. Me rëndësi është të vendojmë një sistem
të zgjidhjeve të problemeve afatgjate, jo ato të jenë të përkohshme dhe të afatshkurtëra. Me zgjidhjen e problemeve afatgjate, me realizimin e projekteve, me vënien e një sistemi të qëndrueshëm, mendoj që është mos e domosdoshme. E kemi parë që zëvendës kryeministri Arben Fetaj edhe zyrtarisht ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij, ndërkohë që enigma mbetet çështja e ministrit aktual për sociale Fatmir Limani, kjo për shkak se ju si vlen jeni distancuar nga ai, ndërkohë që kryeministri Mickoski ka dhënë disa deklarata që shpesh kanë qenë në kundërshtim me qëndrimet tuaja si vlen. Ai e ka përsëritur disa herë që e vlerëson ministrin Fatmir Limani dhe çfarë do ndodh konkretisht me to? Kolegu Fetaj në gjatë ditës së djeshme edhe me shkrim ka depunuar dorëheqjen. Opinioni është i njohur me qëndrimet e tij dhe me qëndrimet e subjektit partisë politike. Gjatë kohës që ai ishte zëvendës kryeministër, unë isha ministri i ambientit, qetësor dhe planifikimit hapësinor, kemi bashkëpunuar, ndërsa prej dje ai edhe zyrtarisht ka deponuar dorëheqje dhe qëndrimet e tij janë të njohura, por edhe subjektit janë të njohura, njëkohësisht edhe qëndrimet e subjektit lidhur me kolegun Limani janë të njohura. Ne për gjatë kohës që është ministër kemi bashkëpunim për shkak se jemi dy antar të qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut, si do të rrjedh në të ardhmen situata rreth kolegut Limani, a do të jetë atë do të jetë ministër, qëndrimet e subjektit, kryesisë subjektit janë të njohura, edhe të kryeministrit janë të njohura dhe shohim se do të jetë situata. Do të dalim te tema ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, zoti Hoxha, një çështje që për 2 vite është zvaritur, nëse mund të themi ashtu, për shkak se jo, është një çështje që nuk është zvaritur për 2 vite, por është një çështje që nuk është zgjidhur, edhe zgjidhet me ligj, se s'ka pas ligj. Por pse u deshën 2 vite vlenit për ta bërë këtë ligj dhe konkretisht ka pasur kritika gjatë kësaj periudhe, besoj që i keni parë. Për arsye se 20 e diçka vite nuk është bërë ligj. Jeni në njohuri se pas fuqizimit vendimit përballasuesi nga ana e gjykatës kushtetuese, me kërkesë të liderëve të vlenit, shkohet në zgjidhje afatgjate, pra do kthehemi te zgjidhjet afatgjate, një zgjidhje ligjore që të kësaj çështje që s'pari herë bëhet. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat do garantohet me ligj. Po si do garantohet? A ka mekanizma real ndëshkues për institucionet të cilat nuk e propozim ligji zgjedhin të mos e zbatojnë? Ne dim që ka shumë menaxher në për institucione të ndryshme që nuk e përfillin gjuhën shqipe dhe si do të veprohet me to? Më herët menaxherët janë dënuar me gjop financiare që e ka paguajtur, por e ka vazhduar qëllimin që e ka pasur që mos të realizon. Tash ka ndëshkim më të madh, shkarkim nga detyra nëse nuk e zbaton ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Do të ketë trup koordinues në krye me zëvendës kryeministri që do të ndjek përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në çdo institucion. Për arsye se kjo çështje, propozim ligji siç theksuat është në procedurë parlamentare i njëjti, ka kaluar në qeveri, ka kaluar edhe për mendim në Komisionin e Venecias dhe tash ligji është në procedurë parlamentare. Besoj se sipas agjendës parlamentit së shpejti duhet të jetë edhe për shkak se është në parlament, duhet të jetë në rendite dhe të miratohet, edhe pas miratimit këtë çështje e bëjmë normë ligjore. Përmendet trupin koordinues. Çfarë pushteti real ka ky trup koordinues? Do të ndjek përfaqësimin adekuat në për institucionet shtetërore. Në krye me zëvendës kryeministrin, çdo herë zëvendës kryeministri i parë është nga subjekti politik shqiptar, që është pjesë e koalicionit qeverisës. Dhe çka nëse nuk zbatohet përfaqësimi i drejtë në për institucion? Është ligj që duhet ta respektojnë gjitha institucionet. Çdo funksionar, partës i funksionit publik në institucion, nëse të njëjtën nuk e zbaton, do të ndëshkohet përkatësisht do të shkarkohet nga detyra. Ktu kemi më pikërisht edhe inspektoratin për gjuhët, kemi edhe agjencionin për gjuhët, gjitha institucionet do të jenë në funksion. Opozita me në krye BDI-n e quan regres brutal këtë ligj, sepse sipas tyre është pa kuota etnike, pa detyrim identifikimi, sipas përkatësisë, pa dispozita ndëshkuese. Detyra e opozitës çdo herë të kritikon çdiçka. Nëse një çështje e rregullojmë me ligj, nuk mund të jetë më e keqe se një zgjidhje parciale e cila ka funksionuar.
për cilën e ka shfuqizuar edhe gjykata kushtetuese. Këtë çështje s'pari herë të gjithë e zgjidhim me ligj dhe këtu të gjithë duhet të jemi pro zgjidhjes së kësaj çështje. Për arsye se përfaqësimi i drejtë dhe adukat është shumë i rëndësishëm dhe është obligim që buron nga marrëveshja e Ohrit e nënshkruar në vitin 2001 dhe ne zotohemi në zbatimin e gjitha obligimeve që dalin. Për shkak se zoti Hoxha, shqetësimet janë edhe në lidhje me disa deklarata që kemi ndjekur vazhdimisht se do të merret parasysh meritokracia, cilësia, jo etnia. Prandaj burojnë kur bisedojmë për ligj që garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, nuk kupton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha bashkësive etnike në institucionet shtetërore. Mirë, do dalim edhe te një çështje tjetër që ja vlen të komentohet, zbatimi i gjuhës shqipe dhe kërkesat e studentëve. Dim që kishte disa protesta, u përmend një zgjidhje nga ana e zëvendës kryeministrit Bekim Sali. Çfarë zgjidhje do ju ofrohet studentëve në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe? Do përsëris nga ato qëndrimet që janë të njohura në opinion. Vullnet politik mes partnerëve të koalicionit ka që kjo çështje që nuk është të zgjidhur me vite të zgjidhet. Pra, studentët shqiptar të mund provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe. Ekspertët angazhuar nga ana e qeverisë së bashku me varësit e funksioneve në kuadrat e ekzekutivit punojnë në arritjen e zgjidhjeve, nga ajo e cila është komentuar në opinion, nga ajo të cilën ne kemi si informacion pritet së shpejti dhe të shpaloset, por ajo që është me rëndësi që duhet të theksohet është se këtë çështje e cila nuk është zgjidhur e përfundojmë, e bëjmë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Por, bashkë me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, edhe 10 provime tjera profesionale, të cilat nuk janë të harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve, do të rregullohen dhe do të jepen në gjuhën shqipe, ashtu siç u rregulluan brenda afër 2 viteve edhe disa ligje tjera profesionale të cilat s'pari herë jepen në gjuhën shqipe. Këtu dëshiroj të theksoj se ligji për përdorimin e gjuhëve është miratuar, ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019, ndërsa së fundmi ligji i jurisprudencës është miratuar në qershor të vitit 2019 dhe i njëjti nuk është harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve që këtë çështje ta kishim sot të kaluar dhe studentët shqiptar të mundeshin këtë të drejtë ta realizojnë në gjuhën e tyre amtare dhe këtu ne i mbështesim plotësisht studentët të kërkesave së tyre dhe ne këtu jemi që këtë kërkesë ta bëjmë realitet. Megjithatë, zoti Hoxha, ish ministri i drejtësisë Krenar Lloga ka thënë se kjo qeveri tërhoqi tre projekt ligjet për jurisprudencën, notariatin dhe përmbarimin në shqip që ishin gati në vitin 2024? Të kishte pas vullnet politik, unë mendoj se kjo çështje do të ishte zgjidhur në qershor të vitit 2019 dhe prej atëherë ka pas edhe disa vite që ka mund të zgjidhet dhe të jepet fund kësaj çështje dhe studentët shqiptar sot të drejtë ta gëzonin. Duhet të informojmë opinionin se provimi i jurisprudencës jepet ende vetëm në gjuhën maqedone. Ashtu ka qenë edhe 2019, 18, 21, 22, 23 edhe më herët. Njëri prej tyre jam edhe unë. Në vitin 2012 provimin e jurisprudencës e ka dhënë në gjuhën maqedone. Është një e drejtë që asnjëherë nuk e kemi pas. Dhe tash kjo çështje rregullohet dhe studentët shqiptar, pasi të përfundojnë gjitha procedurat, do të mund që provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe. A ka një mënyrë të caktuar se si do të rregullohet kjo çështje? Ekipet punojnë të ekspertëve, ka disa versione, po ajo që është më rëndësi në aspektin ligjor të rregullohet kjo çështje, ligji i jurisprudencës të parashet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Dhe për fund, zoti Hoxha, besoj që e keni parë, është përmendur shpesh herë, është përmendur zgjedhjet e parakohshme, kemi pasur disa kërkesa nga opozita më herët për zgjedhjet parakohshme. Kjo temë vazhdon të dominoj në mediat këtu në Maqedoninë e Veriut. A ka gjasa për të pas zgjedhjet parakohshme dhe si e sheh vleni këtë? Nuk është diskutuar mes partnerëve të koalicionit
për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Ajo që e theksova pritet fillojnë bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Ne jemi të gatshëm çdo herë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, atëherë kur shumica të vendosin që duhet të ketë, ne jemi për zgjedhje parlamentare, por vlerësojmë se viti 2026 dhe viti 2027 duhet të jetë vit i realizimit të projekteve për arsye se janë shumë të rëndësishme për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ke parasysh moment që do të shpallën zgjedhjet në vendin tonë, afër 6 muaj ke në proces si qeveri teknike edhe pas formimit qeverisë. Kështu që nëse vendoset të ketë zgjedhjet parakohshme, jemi çdo kohë të gatshëm për zgjedhjet parakohshme, por konsiderojmë se viti 2026 dhe 2027 duhet të jenë vit të realizimit të projekteve. Mira, atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia ishte jona, shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.